Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimet e televizione dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Janë arrestuar gjithsej 1009 shtevas, drejtues autometër, për drejtim mjetën në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do të nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalime të gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kasë mbrojtëse.